Kjo vajzë i tregon babait të saj që ka periodat, reagimi i tij çudit rjetin. Një baba duket se ka fituar zemrat e mira personave, kur pyeti vajzën e tij se kush ishte zonja që kishte shqetësuar aq shumë. Vajza i tha tatit se ishte larguar për më herët nga puna për arsye të zakoneve të grave që kanë çdo muaj. Kiera Plett, 25 vjeç, nga Long Beach, New York, publikoi në Twitter gjatë fundjavës një screenshot të mesazheve me babain e saj Mitch. Ajo shkruan: "Unë i thash babait tim se shkova në shtëpi më herët për shkak të zakoneve të grave, por përgjigjja e tij ishte epike. Au, mut. Cila zonjë të ka shqetësuar kaq shumë sa të shkosh në shtëpi? Dëshiron që të flas unë me atë kurvë?" Ky postim qesharak i Kiera është pëlqyer më shumë se 67.000 herë. Kiera e komentoi përgjigjen e tatit se ai është mjeshtri shakas. Ajo i tha BuzzFeed: "Ai gjithmonë është kaq shumë qesharak. Mesazhet të tilla nga babai i saj nuk janë vetëm këto." Më herët Mitch i shkruan: "Mirëmëngjes. Duket si një ditë e bukur. Shihemi rreth orës 11:45. Fuck you." Ndërsa në një tjetër mesazh e pyet: "Ndonjëherë ndihem kaq pranë teje sa më duket sikur ti mund të jesh vajza ime."